Shumë prej tyre efektivëve të ndershëm kanë rënë në krye të detyrës, pikërisht në përplasje me krimin organizuar dhe me kartelet e drogës. Betejë jonë për pastrimin e policisë shtetit bëhet në interes të vendit, në interes të sigurisë të qytetarëve, por edhe në emër të atyre efektive të cilët kanë dhënë jetën në luftën kundër krimit organizuar. Por ne sot nuk mund të rrim pa folur dhe duhet të thënë qartë. Inkriminimi i policisë shtetit nuk është një akuzë politike, por një fakt i njohur jo vetëm nga opinioni publik shqiptar, por edhe nga partnerët ndërkombëtar. Dhe kjo është një plagë e madhe kombëtare, sepse këtu nuk cënohet vetëm një institucion, por cënohet siguria e çdo qytetari dhe vetë siguria kombëtare. Raporti i zgjerimit Komisionit Evropian thekson qartë se policia e shtetit është ekspozuar në mënyrë serioze ndaj korrupsionit dhe infiltrimit të krimit organizuar. Edhe pse ekziston një proces vettingu në polici, raporti nënvizon se ai është i kufizuar dhe deri më sot nuk ka dhënë rezultatet e pritshme. Në shumë raste, ai duket më shumë si një mekanizëm selektiv, në fakt, një gjueti shtrigash për të mbrojtur vetë sistemin e ngritur për inkriminimin e policisë shtetit nga vetë kjo qeveri. Raporti evidenton gjithashtu një problem shumë të rëndë. Në rastet kur zhvillohen hetime ndaj zyrtarëve të niveleve të larta, raportohen ndërhyrje dhe intimidime ndaj gazetarëve dhe mediave. Kjo është veçanërisht shqetësuese, pasi një pjesë e madhe e lidhjeve mes krimit organizuar dhe politikës janë denoncuar pikërisht nga gazetaria investigative, nga gazetarë që me shumë kurajo kanë ekspozuar kartelet e drogës dhe krimin organizuar, si dhe aktet kriminale të tyre. Po aq shqetësues është fakti se të njëjtat konkluzione përsëriten nga viti në vit, raporti i vitit 2023 dhe raporti i fundit vazhdon të ketë të njëjtat probleme. Në të njëjtën linjë është edhe raporti për narkotikët i Departamentit Shtetit Amerikan, i cili evidenton rritjen eksponenciale. I cili evidenton rritjen eksponenciale të karteleve shqiptarëve të drogës dhe fuqizimin e tyre në trafikun ndërkombëtar të narkotikëve. Raporti thekson se kjo rritje është bërë mundur për shkak të dobësisë së sundimit të ligjit dhe korrupsionit në institucionet shtetërore. Faktorë që në praktik po lehtësojnë trafikun e drogës dhe pastrimin e parave janë pikërisht këto: korrupsioni, marrëveshjet e qeverisë dhe politika e tyre në lidhje me kartelet e drogës dhe krimin organizuar. Edhe indeksi global i krimit organizuar përmes indeksit tregon se inkriminimi i institucioneve të shtetit dhe bashkëpunimi i qeverisë me afera korruptive, të cilat përfaqësohen në disa raste edhe tek prokurimet nga prestanome të bizneseve të individëve, segmenteve të lartë të krimit organizuar, është një tjetër arsye pse sot trafiku i drogës jo vetëm në Shqipëri, po në mbar Europën kontrollohet nga eksponent të lidhur me Shqipërinë, me politikanë shqiptar, me qeverinë shqiptare dhe pa diskutim, ku policia e shtetit si rrjedhoje e inkriminimit ka luajtur një rol shumë negativ. Po japim disa raste. Keni rastin e Oltion Bistrit, ish shefi operacionales, apo i Henigert Mitrit, drejtori policisë Lezhë, ku tregon qartë se si individ të niveleve të larta të policisë në bashkëpunim me krimin e organizuar jo vetëm kanë marrë pjesë në akte kriminale dhe në trafikun e lëndëve narkotike, por ata kanë lehtësuar aktet kriminale të vetë organizatave, siç është rasti me Plum Gjokën. Këto raste jo akuza nga Partia Demokratike, jo nga opozita, por të evidentuara nga përgjimet Sky ECC, ku këta kriminal dhe këta individ bashkë me shumë aktorë të tjerë politik rezultojnë të përfshirë në këto afera kriminale. Po ashtu një tjetër rast që ka tronditur opinionin publik është ai i Erion Ismailajt, ish zëvendës drejtori i policisë shtetit, i cili u përfshi në aferën e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë dhe Informacionit, ajo që njihet si afera e Akshit, ku policia u përfshi në pengmarrjen e një biznesmeni për interesa kriminale dhe monetare të një organizate të mirëfill të strukturuar kriminale.
është rast unik në botë. Nuk mund të rrim pa folur për atë që tregoj që për siguri kombëtare në Shqipëri nuk ekziston. Rasti i aeroportit. Jo vetëm personi Gilman Dodani, një segment i lartë i krimit organizuar, kur ju bë atentati dhe mbeti viktim, krahati ishte po ashtu një oficer i agjencisë së mbikëqyrjes policore, ata që duhet të shikojnë, ata që duhet të mbikëqyrin policinë për lidhje me krimin, ishte vetë në makinë me Gilman Dodanin. Por nuk është vetëm kjo që tregon implikimin e policisë shtetit, por është e pamundur që të bëhet një atentat në aeroport, ku mbrohet nga ushtria, ku mbrohet nga siguria më e madhe e vendit, ku mbrohet nga policia, që çdo herë ke efektiv policie, çdo herë ke siguri, vetëm ditën e atentatit në një rrezë prej 20 kilometrash nuk e gjeje dot as gjikundi. Inkriminimi i policisë shtetit është politikë e kësaj qeverie dhe inkriminimi i policisë shtetit është garancia e marrëveshjes së kësaj qeverie me krimin organizuar për të vazhduar përpara bizneset e tyre. Dhe është kjo qeveri dhe është kjo politikë që sot nuk jep dot siguri jete asnjë qytetari shqiptar. Faleminderit. Para se t'i kaloj fjalën ministrit zotit Lamallari, më lejoni që edhe në emrin tuaj të përshëndes nxënësit e klasës 9 të shkollës Nehemia, shkolla jo publike Nehemia në Pogradec, që kanë zgjedhur të marrin pjesë sot të ndjekin seancën e institucionit shumë të rëndësishëm kushtetues, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Në mbështetjen e 96.5 rregullores, zoti Lamallari, keni fjalën, mund të jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për të cilin është kërkuar interpelanca deri në 20 minuta. I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar, sot kemi përpara një ditë gjatë me plot 3 interpelanca, dose për çështje të ndryshme, por në thelb qëllimi është njëjtë, për të bërë transparencë, për të dhënë përgjigje për pyetjet e adresuara, si dhe për të informuar qytetarët mbi këto çështje që ngrihen për trajtim. Prandaj, dua të shfrytëzoj këtë mundësi për të dhënë përgjigje sa më të plota, të bazuara në fakte dhe të verifikueshme, si për të informuar deputetët, të cilët nëse kanë interes mund t'i dëgjojmë përgjigjet ndaj pyetjeve të tyre, nëse kanë bërë për politikë të vazhdojnë ndërpresin siç e bëjnë gjithmonë, por unë jam këtu si pjesë e detyrimit kushtetues dhe ligjor për t'u përgjigjur pyetjeve dhe mbi gjitha për të informuar qytetarët për sa kërkohet. Besimi tek policia e shtetit dhe siguria e qytetarëve nuk është vetëm një çështje e debatit politik, sidomos atij të ditës, por prek drejt për drejt themelet e shtetit të së drejtës. Thënë këtë, unë mendoj se mund kemi kretë opinionet ndryshme për çështje të caktuara, por fakteve duhet të qëndrojmë. Gjithashtu dhe raporteve ndërkombëtare, të cilat nuk mund t'i lexojmë në mënyrë të pjeshme, por duhet jemi korrekt me veten dhe me qytetarët t'i lexojmë plotësisht për gjithçka që thuhet aty, si për kritikat e shëndosha, ashtu edhe për vlerësimet pozitive që Shqipëria ka bërë vitet e fundit. Dua ta nis jo me statistika, por me një të vërtetë të thjeshtë. Policia e shtetit nuk është një abstraksion institucional. Ajo është një organizatë me burra dhe gra, me djemë dhe vajza, të cilët përballen çdo ditë me stres, me punë të vështirë, në front me krimin, me palishmërinë, dhe rrjedhimisht duhet jemi shumë të kujdesshëm kur etiketojmë apo përdorim politikën e baltës ndaj një organizate e cila është shteti shqiptar dhe e qytetarëve. Humbja e besimit dhe perceptimi i gabuar mbi policinë e shtetit nuk i bën ndërmarrje askujt, nuk ndihmon askënd, përkundazi dëmton stabilitetin, përfshi edhe atë ekonomik, qëndrueshmërinë dhe imazhin e vendit edhe në arenën ndërkombëtare. Prandaj, natyrisht, respekti për uniformën e policisë shtetit dhe vetë organizatën nuk do të thotë mungesë përgjegjësie dhe aq më pak llogaridhënie. Nuk do të thotë që probleme s'ka, po, sigurisht ka probleme, po ka raste të shkeljeve, po për fat keq ka dhe individ që kanë shkelur uniformën e policisë së shtetit dhe kanë trastuar atë dhe kolegët e tyre bashkë me të,
por dallimi midis shtetit të dobët dhe një shteti të fortë qëndron pikërisht këtu. Ai fsheh ai problemet apo ai adreson ai në mënyrë qëndësishme dhe me masa konkrete. Prandaj unë në përgjigje të këtij interesimi dhe bazuar në fakte konkrete do të bëj një citim të kujdesshëm edhe të raporteve ndërkombëtare mbi punën e policisë së shtetit, po ashtu edhe të statistikave zyrtare për të cilat unë i ndaj me ju me përgjegjësi të plotë. Për të vërtetë sa po thash më sipër, në fakt, le të kthehemi tani të flasim me gjuhën e fakteve dhe statistikave, të cilat janë ndarë dhe me Komisionin Evropian, janë vlerësuar dhe në terren dhe janë përmendur dhe në raportet e Komisionit Evropian, po ashtu dhe në diskutimet me vendet anëtare. Viti 2023 shënoi një intensitet të lartë operacional me 10 operacione dhe qindra arrestime, duke goditur rrjete të krimit të organizuar, përfshi këtu dhe koordinimin shumë të efektiv dhe shumë proaktiv të policisë së shtetit si kontributore në sigurinë rajonale dhe më gjerë në operacionet e koordinuara nga Europol. Dhe jo vetëm këto operacione u koordinuan në mënyrë të suksesshme duke çuar në arrestime të shumta dhe në goditje të pasurive kriminale, por ato shkuan në një hap më tej në koordinim nga Eurojust, që është struktura europiane pikërisht që bën bashkë magjistrat, prokuror dhe gjyqtar nga vende ndryshme, ku edhe Shqipëria jep rolin e saj përmes një prokurori ndërlidhës, dhe gjitha këto u konkluduan me vendime gjykatash. Shkojmë më tej, në vitin 2024 kriminaliteti ul me 3.5% dhe zbulueshmëria e ngjarjeve u rrit ndjeshëm. Një tregues ky i bazuar pikërisht edhe i reflektuar edhe në operacionet e larta policore, rreth 500 operacione, këtu përfshi dhe ata të organizuar në bashkëpunim me partnerët si në nivel bilateral, ashtu edhe në nivel ndërkombëtar, ku Shqipëria padyshim ka detyrimin që të përgjigjet në kohë reale edhe karshi informacione që vinë si nga vendet e rajonit, por edhe nga ato të Bashkimit Evropian. Konkretisht, ajo që spikat në vitin 2024 ishte një rritje e forcës goditëse ndaj operacioneve të krimit kibernetik. Konkretisht me 61% rritje të operacioneve dhe zbulueshmërisë së këtyre trendeve shqetësuese që janë jo vetëm në rritje për Shqipërinë, por edhe për vendet e rajonit dhe Europës. Për sa i përket performancës operacionale, dua të theksoj se në total janë raportuar 1518 operacione, pra hetime proaktive, që do të thotë 22% rritje, dhe është një rritje e ndjeshme krahasuar me një vit më parë. Gjithashtu, kjo ka çuar në rritjen e operacioneve policore me 25% më shumë se sa një vit më parë, dhe ajo çfarë është shumë e rëndësishme, një rritje goxha domethënëse e numrit të personave të kapur, kryesisht në kërkim ndërkombëtar, ku fal strukturave të reja të ngritura në policinë e shtetit, konkretisht Fast Albania, e cila e përgjigjet standardeve dhe kërkesave më të larta ndërkombëtare për të bashkëpunuar me rrjetin evropian për zyrat e kapjes personave në kërkim. Shqipëria tashmë ka arritur një stad modern në këtë fushë, ku ka ndryshuar në mënyrë të qëndësishme mënyrën se si adresoj kapjes personave, sidomos atyre me rrezikshmëri të theksuar shoqërore dhe kriminale. Për sa i përket, gjithashtu një dhënë interesante vjen nga siguria publike, e cila është lehtësisht e verifikueshme. Kemi 50% ulje të vrasjeve, sigurisht një krim teje serioz, teje shqetësues për çdo kënd. Lidhur me bashkëpunimin ndërkombëtar, përmenda që Shqipëria, kjo është vlerësuar dhe pozitivisht edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar dhe nga raportet ndërkombëtare, që unë më pas do t'i citoj në mënyrë shumë korrekte, por duhet të theksoj faktin që kemi 38% skuadra më shumë, pra skuadra të hetimet përbashkëta apo GIC që njihen ndërkombëtarisht, dhe këto janë bërë të mundura fal operacioneve me Europol, me DEA-n amerikane dhe me vendet e Bashkimit Evropian. Kemi një rritje të konsiderueshme të shkëmbimit të përditshëm 24 orë në 7 ditë javës të informacioneve dhe inteligjencës policore, konkretisht 39.000 informacione, indicie të ndarë nga zyra Interpol dhe Europol në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Kjo ka çuar në rritje të pranisë të kolegëve nga policia e shtetit shqiptar në tryeza të ndarjes së informacioneve dhe realizimit të operacioneve të përbashkëta me kolegët evropian, si përmes platformës Impact, pra cikli i politikave të Europolit,
e cila është drejt për drejt ka vullën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, krahas ndihmës që jep Europol, por ashtu edhe task forcat e ndryshme, si ato task forca Ballkan apo edhe Joint Action Days. Për sa i përket luftës kundër krimit organizuar dhe pasimit të parave, sigurisht një shqetësim jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Bashkimin Evropian, kjo edhe sipas raporteve të Stokta, pra raportet të vlerësimit të krimit organizuar në nivel të Bashkimit Evropian. Është njohur publikisht dhe ndërkombëtarisht që Shqipëria ka shënuar një rekord në kapjen në sekuestrimin e aseteve me origjinë kriminale, ku konkretisht fal koordinimit shumë të mirë të punës mes agjencive ligjzbatuese dhe më pas çuarjen e këtij informacioni policor në organin e akuzës, është bërë mundur sekuestrimi e 17.9 milion euro pasuri kriminale, të cilat më pas kanë vijuar në rrugtimin gjyqësor për të çuar deri në konfiskimin e tyre. Kemi një rritje me 7.2% të goditjes së pasimit parave, 10.1% të goditjes së krimit ekonomik financiar dhe 42.4% të rritjes së goditjes ndaj narkotikëve, e cila përbën sigurisht në Shqipëri dhe në nivel evropian dhe fenomenin kryesor të paligjshmërisë dhe burimin kryesor të të ardhurave për pasuritë kriminale.